Të dielën orën 19 Vllaznia do të përballet në Loro Boriçi me Vorën në kuadër të javës së 5 të kampionatit. Mesfushori Sherif Kallaku e sheh këtë sfidë si një detyrim për fitoren, duke mos lënë vend për surpriza pas asaj që ndodhi me ETU-n. Po, them drejtën, duke marrë parasysh kampionatin, mendoj që në Shqipëri nuk ka ndeshje të lehta. Edhe faktin që Vora ka bërë shumë paraqitje të mira këto 4 javë të para, e kemi parë. Edhe mendoj që është ndeshje shumë e vështirë dhe për ne është normalisht detyrim 3 pikësh, duke marrë parasysh përbërjen që kemi brenda ekipit dhe shpresojmë ta arrijmë me sukses, por që nuk është ndeshje lehtë. Siç e ka thënë edhe profesor Edi, që unë kam ndihmje koke për të bërë formacionin, kështu që nuk besoj do jetë shumë problem, sepse mendoj që është përbërja shumë e madhe, konkurenca është brenda ekipit dhe çdo lojtar që është në formacion apo edhe në pankinë duhet të jetë i përqendruar dhe të japë maksimum. Kallaku theksoi gjithashtu se tek Vllaznia ka ardhur prej trajnerit Martini. Po, them drejtën, unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e Vllaznisë, edhe qyteti është mjaft i bukur, është hera e parë që unë jam pjesë e Shkodrës bashkë me familjen time, kështu që ndihem shumë i lumtur, shoh entuziazmin e njerëzve, shpresoj vetëm të vazhdojmë përpara dhe të kemi sukses. Po normalisht zgjidhja është, du të jemi sinqert, nga profesor Edi Martini, duke marrë parasysh që unë kam pasur 3 vite tek ETU-ta dhe du të jem realist që arsyeja është Edi Martini. Tashmë mbetet që Vllaznia ta tregojë forcën e saj në fushë dhe të mos lejojë surpriza ndaj Vorës, pas asaj që ndodhi me ETU-n.